po në televizioni juaj që a i thoshe bën një procedurat transparente për bankomati, po pse u ta kujtove ti? Ti nuk po frenon do të rënjën e euros, gjë që dëmton në rënd prodhusit. Eksporti fiton, po ndërkohë humbet e tjere. Pra, nuk është kjo, dhe ti nuk mund të më thuash muaj që do reformat të guxishme. Do politikat e qëndrueshme. Dhe ne nuk kemi politikat e qëndrueshme këtu e 30 vjet, se ku do shkoj. Duhet këtu dhe 50 vjet, ku do vebi. Cila është e ardhmja e Shqipërisë? Po mirë, nuk e shikon këtë deklarat paktën se në fillim duhet pranuar një realiteti. Që siç diskutuam me Almën tani që u lëri dhe plasi, çdo gjë plasi tani sigurisht. Tani s'kesi ti thua unë nuk po e shoh para syve të mia ajo që ndodh. Çështja është që ne jemi në atë që quhet konstatim. Ne duhet marrim masat, konstatimin e dim. E ka bërë Bershi. Dhe e ka bërë Bershi, po e kemi bërë ne këtu, po s'na beson njeri. Tani ne vdesim për deklaratat e tuajve. Këtu a kemi qenë bashkë në disa emisione tuaja. Dhe ju kam thënë një gjë që për të cilën ndihem krenar jashtë modestisë. Kam thënë që në 2015 po vazhduam në këtë mënyrë, ne për 10 vjet do të humbasim konkurrshmërinë brenda vendit. Dhe ne ja ku jemi që po humbasim konkurrshmërinë brenda vendit. Pra Alma nuk gjen dot punonjës të kualifikuar, dhe kur gjen, ajo gjen sepse dëgjoj shumë ekspert, siç po diskutoni rrugës e na dhem me Almën, gjej ekspert që thot dikur për 10 vende kisha 30 veta. Tani për 10 vende kam 5 veta. Cilat janë sektorët edhe të arsimorët që po largohen më shumë? Dua tani të them këtë, Klaudia, para se të them sektorët. Është shumë e ndjeshme mungesa e talenteve, themi ne, ose nga Shqipëria profesionistëve të mirë? Të profesionistëve të mirë. Është teksuar në vitet e fundit, fatkeqësisht, të rinjt, sepse jetojmë në një epokë tjetër dhe të rinjt tashmë nuk presin 5 apo 10 vite eksperiencë që të largohen. Tregu global i tërheq në punësim dhe ne po ndiejmë në të gjitha nivelet të arsimuarit që po largohen. Unë këto shifra i shikoj alarmante në tregun e punësimit, se me këtë e lidh si ekspert e burimeve njerëzore. Kompanitë vuajnë shumë për të mirë arsimuar, të mirë kualifikuar, edhe në pozicionet të tjera, teknike, por tani po ikin shumë dhe të arsimuarit. Dhe unë e shikoj në këtë aspekt, po ikin truri, do me thënë, po ikin këto që mbajnë kompanit, po ikin këto që janë në rolet kyçe, që sillin eficiencën në zhvillimin e kompanive, dhe indirekt pastaj kjo ndikon edhe në zhvillimin por kemi shifra alarmante. Sektorët, kryesisht është teknologjia dhe informacioni, sektori ndërtimit ku janë kryesisht inxhinierët, mjekësia, shëndetësia, pra që po ikin të themi mjek, infermier dhe gjithë postet të tjera në fushën e shëndetësisë, edhe financa, po ikin shumë financë, po edhe profesionistët të gjitha fushave, mjafto që janë dhe njohës të mirë të gjuhëve dhe po i thisë tregu ndërkombëtar, kryesisht po synojnë në Europën, vendet më zhvilluara, por po ikin konsiderueshëm. Qartë. Po si ndikojnë gjithë këto largime? Për tregun e punës të na i thotë Alma, po Spari ne nuk kemi një problem shumë të madh, përveç rënies së konkurrencës, ne kemi një problem shumë të madh. Kemi një që është fakti se ne në fushën e mësuesisë kemi problemi që dihet pra zonat të tëra të pambuluara me mësues të kualifikuar. Të kualifikuar, sepse dhe brenda Tiranës ne kemi të kualifikuar, po s'po hym se nuk kemi mbledhur për këtë. Ne nuk kemi njerëz që të trajnojnë këta mësues me frymën e re. Ne nuk kemi kurrikula që i përshtaten këtyre. Sepse ndërsa teknologjia e ecën, ne kemi ngelur shumë brapa. Ne jemi vetëm vend pa kampus universitar. Dhe si mund të rritet ai? Rrugës bizedoni me Almën që thoshte dhe ne që kemi krijuar një status, nuk di se ku do t'i orientoj fëmijët e mi. Se zyra ime nuk është private që t'ja luan fëmijës të trashëgimit e të vazhdoj. E para e dyta ai duhet të provojë në aftësitë që ka vetë, jo në aftësitë që ja detyroi unë. E treta, ne kemi një problem shumë të madh sepse i dëgjoj që na kryeministri dhe këta të tjerët që po na japin mend tani dhe thon edhe nga Hollanda ikin, edhe nga Gjermania ikin mos zotëri, po ti nuk tërheq dot brenda vendit sepse ti ke paga shumë të ulta. Jo, nuk tërheqin dot ne të huaj. As ta Bangladeshi nuk marrin dot ne me këto paga që kemi. Profesionist. Jo, flas profesionist, jo punëtor krahun. Profesionist. Unë flas që një që të marri Alma sepse ju keni një problem, ju e dini vetë. Sot të hapësh një pikë marketi, po marrin
që ju e keni sponsor Big Marketi, të hapësh ti një pikë, po themi në Sarande këto, nuk gjena menaxher deri të shitës. E vërtet është shumë sfiduese. A është sfidë kjo? Ndërkohë që ju veni aty të konkurroni me mallrat tuaj, me çmimet e tjera, të konkurroni me brandin tuaj, që i thonë me markën tuaj, ta themi shqip, apo me produktet, prodhimet tuaja, ai të thotë, dakor, thotë, po unë nuk kam, thotë, roje kam sa duash, thotë, roje të gjej, thotë. Po menaxher që di 3 gjuhë huaja, se aty është vend turistik, jo menaxher. Të pajtë 2 do t'i dija i 2 gjuhë huaja, apo jam gabim? E qartë. Një menaxher i cili ta çoj, po të shikosh ti shifrat, ne kemi shifra që shkojnë me Tajikistanin dhe autoriteti palestinez. Pra me autoriteti palestinez dhe Tajikistanin pa dashur të fyej asnjë vend, po ti nuk je në kushte. Kosova ishte, po Kosova alma ka një gjë. Jo, patjetër se Kosova ka një është pos lufte. Kosova ka një problem që ende gjysmat e familjeve janë të ndara. Po, është tjetër. Kosova ka një problem të madh që ende nuk krijon një besueshmëri tregu për shumë e shumë gjëra të tjera. Pra Pakistan, si janë po them Tajikistaani dhe autoriteti palestinez që ti të llogaritej dhe ti nuk llogaritesh dot me Greqinë. Ti nuk llogaritesh dot me vende të tjera. Dhe mos ta harrojmë një gjë. Ju thash edhe një herë, ndërsa ne, domethënë e kemi thënë bash disa herë, edhe me Klaudjet, ndërsa ne nuk marrim dot, ne jemi tregu evropian shumë joshës për ne. Unë po shikoja dhe kishte shpallur Gjermania dhe për mësues. Dhe po të marrim se këtu kryeministri, sinqerisht, mësues të arsimit parashkollor po kërkohen me shumicë. Dhe po ikin, se unë jam pedagog dhe i di që po përpiqe. Dhe po ju them një gjë, sepse tha baj parasysh politikat që ka këtu, që tha kryeministri doli bashkë me ministre Kumbaro, tha mësuesi tha, dole shumë të kënaqur Natalis, por nuk dhan një shifër Klaudia që ishte shumë treguese. Që ishte? Që ishte mësuesit nga mosha 28 deri në moshën 42 vjeç, në 75% donin të ndronin profesionin. Dhe nuk e thanë këtë, po thanë pse, sepse unë po marrë Almin që kam përballa po një tjetër, kemi krijuar një status dhe stepemi, të shkojnë mos të shkojnë, të ikim mos të ikim, sepse ne, shiko, po ne kemi një punë të mirë, po ne mund të çojmë fëmijët, dhe fëmijët mund të ecin vetë, të mos u bëhemi dhe atyre barë në një moment të caktuar etj. Por ti, ne kemi arritur në atë stad, sa themi të ikim shpejt, na syt këmët, sepse këtu ne nuk na mban asgjë përveç për çmimin, se tani është belat e ti jesh i shkolluar, tani është turp të thua që jam i shkolluar.